Kur 7 djemtë e skevit pan dishepujt e Jezusit që të luteshin, të shëronin, të predikonin, të nxirrnin demon, thanë, edhe neve djemtë e një prift jemi, pse mos ta bëjmë dot? E bëjmë edhe neve. Edhe shkuan dhe ata të luteshin. Luteshin të njëri, luteshin të tjetri, aleluja. Sa mirë që nga kështu, që nga profesioni mirë. Në moment erdhën përballë një të demonizuari. Në emër të Jezusit, edhe në emër të palit, që shërben Jezusit. Dilni jashtë tani. Çfarë po thon këta thaj? Janë në rregull? Po mirë. Jezusin e njohim, edhe palin e njohim. Po ti kush je? Juve kush jeni? Thanë ata. Po tani çfarë do bëjmë? Aty humbi profesioni. I humbi profesioni, se ata e kishin si profesion. Nuk e dinin që ishte thirrje hyjnore dhe jo profesion. Nuk e dinin. Pse? Sepse ata thanë kështu, le të bëjmë atë që bën pali, le të bëjmë atë që bën dishepujt e Jezusit. Le ta bëjmë edhe ne këtë. Po dishepujt e Jezusit kishin thirrje hyjnore, edhe ishin me Zotin e tyre, që i mbështeste, që i mësonte, që i shpjegonte gjërat e frymës. U trajnuan në të gjitha nivelet. Por sot, shumë nga ne sot jetojmë në natyrë. Jetojmë në natyrë, i shikojmë gjërat në natyrë, në fizik. Kurse gjërat frymore vijnë nga lart, janë hyjnore. Duhet të jesh i thirrur që ti kuptosh.